Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Do ta nisim programin sot me dy këngëtare, dy ikona të muzikës popullore qytetare dibrane. I bashkon dashuria për muzikën dhe pasioni për vlerat dhe traditën. U ritën në Dibër me dashurinë për të qenë kudo me këngët e tyre. Së fundmi, kanë bashkuar zërat për të sjellë një bashkëpunim muzikor. E para që do të mirëpres në studio është quajtur Mbretëresha e këngës popullore dibrane. Ajo është kantautore me repertorin më të pasur të këngës. Kam kënaqësinë të mirëpres në Living Day Liri Rasha, artiste merituar, mjeshtër i madh. Zonja Liri, përshëndetje, mirë se vini. Shumë kënaqësi të mirëpres në Living Day. Ju falenderit për ftesën. Është shumë kënaqësi, e vlerësoj dhe çmoj veçanërisht sepse kam parë se daljet tuaja televizive janë të përzgjedhura, të rralla aty këtu. Ndarni pak për jetën tuaj, sepse ju keni folur gjatë gjithë jetës që fëmijë përmes këngës, përmes muzikës që e do e gjithë Shqipëria dhe kudo ku ka shqiptar në përbot. Po falenderit. Të ftoj të ratoher sepse ju nuk do të jeni vetëm, kam kënaqësinë të mirëpres këngëtaren tjetër dibrane që e ka ngritur muzikën popullore në një tjetër pjedestal. Pavarësisht sfidave të dhimbshme jetësore, nuk ka rreshtur asnjëherë së kënduari. Mirëpres këngëtaren Vera Laçi. Vera, përshëndetje, shumë urime për këngën, për këtë bashkëpunim. Shumë për ftesën. Shumë kënaqësi të mirëpres të dyjave bashkë. Faleminderit. Si u bët bashkë ju të dyja? Si lindi ky bashkëpunim? Kush e bëri propozimin si fillim? Njerë ju falenderoj për ftesën, Kënaqësi? sepse edhe ne kishim mendu ku të shkonim, ta promovonim, mirë po kur më thot Vera një ditë të të këshu, thot dhe shkem ke vizioni. Thash, shumë mirë, shkem ke vizioni. Dhe mendimi për bashkëpunimin faktikisht fillimisht ka qenë i Verës. Vera më thot, Liri, thot, kam shumë dëshirë, thot, të bëj një këngë me ty, thot, në qoftë se mundesh ta gjej një këngë të bukur nga të repertorit tanë. Ose një këngë dibrane, po që e ka kënu dikush tjetër. Okej, them unë dhe të shofë, mirë po nuk po bindesha për rezultati. Ishte kohë në fakt që unë kam pas të Lirijës për këngë. Pas ka vite, me sa kuptoj. Pra, kur thua kohë, do të disa vite që i ke bërë propozimin për të bërë një bashkëpunim. Se njerë i them, Vera ka këndu, dhe me thonë, këngë sa të dush dibrane, po ndër këngët dibrane kanë qenë edhe këngët që i kam kënu unë gjatë kohës. Edhe një herë i them Verës, o Vera, nuk më vje keq se ti këndon këngët e mia. Po do të kryesh Verën, sepse po thuj se jemi aty me za, tash do të kryesh Verën që të dalish, të kesh personalitetin tanë. Mirë, po dikush aty ka një gjuhë dhe e ka marrë si gjelozi, si egoizëm, si të them, edhe tash e një ditë i them Verë dhe ta bëjmë thëmë duetin bashkë. Do të mirë, shqyqisht karamenja. Edhe unë duke me ndu, sidomos për jam vetëm. Mos ishte si një kundër përgjigje kjo ndaj personit që ka dëgjuar dhe keq interpretuar këtë moment mes dy mikeshash që e çmojnë shumë njëra tjetrën në të vërtetë. Jo, nuk ishte ai reagim, jo. Thjesht erdhi momenti. Njerëzit janë natyrat ndryshme edhe flasin. Po mu kriju bindja mu që erdi koha për ta pas një duet bashkë, dhe unë, sidomos kur jam vetëm në shtëpi, më vinë ato frymëzimet për të kriju. Dhe fillova, shqyqyr me këto telefonat, se unë s'di as instrument, s'kam mësot i bia. Instrumenti yt ka qenë zëri. Ka qenë vetëm zani, edhe bona diçka e morë Verën në telefon, i them Vera, kam gjetë diçka. Thotë, po, edhe unë i inqizoj aty në telefon, ja që i Verës. O, sa bukur, tha. Mendo, tha, për refrenin. Bona edhe refrenin. Mirë po tash introduktin gjithmonë kam pas qef ta bëj vetë. Edhe ku një ditë mu dha, se si, tu knu me vetën e për shtëpi,
më erdhi një motiv shumë i bukur, edhe i them Verës, Vera, shifa, të pëlqen për introdukt kjo? Ma e bukur se kënga, tha. Fantastike. Zani e dëgjoj. Arritëm në një duet bashk. Në një duet të shumë pritur, Vera. Jemi sinqerë se Liria edhe kapi pak më gjërë. Por ne na pëlqejnë shumë këto historit. Unë Lirien e kam gjetë, dhe më thënë jam disa vite më e vogël, e kam gjetë në estradë. Në vitin 85 unë kam fillu punë në estradë, vitin 90 pastaj u shpërboj çdo gjë, dhe më thënë nuk kam qenë asnjëherë në kohën e dur, në momentin e dur, kur afirmoshin artistat, sepse artistat ka ndryshuar, artisti nuk është mos i përpara vlerësimi i artistit. Megjithatë unë kam pas idhull, që mos ta humbim bisedën. Edhe kam pas dëshirë të kem një këngë, pse jo, me Lirien. Por Liria e bëri realitet, unë e prita me shumë dashuri, ishte një këngë shumë e bukur, Lirijes e bëri muzikën, tekstin e bëri Munir Hoxha, edhe doli shumë e bukur. Për mua ishte një bashkëpunim, unë ndjeva shumë mirë, jemi sinqert. Jemi ndje mirë se ka qenë me gjithë zemër, duheshte me Vera bëhet. po thotë që ka bërë një këngë me idhullin e jetës së saj, që ju ka ndjekur edhe ju ka admiruar gjithmonë në skenë, dhe për të duhet të jetë një emocion jashtëzakonshëm. Jemi sinqerë. Por edhe mënyra se si është realizuar gjithçka. Unë do doja që tani ta shohim edhe një herë bashk, edhe për publikun. Kënga vërtet shumë e bukur. Është shumë e bukur dhe është kjo shumë e rëndësishme. Edhe shumë e ndjerë. Gjithë ato vite që keni pritur që të realizohet ky bashkëpunim, ja kanë mbledhur plotësisht. Dy zonja të bukura, të hishme, charmante, me atë zërin e fuqishëm. Ku e keni realizuar videoklipin? Në Dibër. Në Dibër, patjetër. Si edhe vargjet e tekstit të kësaj kënge. Ma pëlqen shumë tekstit dhe të them, jemi sinqert, Liria e ka bërë muzikën, e dinte. Unë kam shku me letër në studio, po
ajo të bënd të ta këndor, shumë tekst i bukur, shumë i këndshëm, edhe melodia po ashtu. I përzjodhët vetë ato vëndet të bukura të Dibrës që donit të... Mendimet i dha, mendimet se ku pastaj... Kishte punu edhe ai që na filmoj, kishte punu për vendet... Operatori. Ku dë filmonin. Sepse nuk ka pas shumë zhvillim ngjarje të thuash, që duhet të kapte shumë ambiente. E vërtet, e vërtet. Nga është vogël. Një këngë e vogël, se unë gjënat vogla bëj, se unë s'kam marru shkollë muzike. Ska lidhje. Ato gjërat që ju i quani të vogla janë shumë të mëdha dhe impakti ka qenë shumë i madh, jo vetëm për zonën e Dibrës, por për gjithë shqiptarët të cilët e duan muzikën tuaj edhe e duan muzikën popullore, qytetare, kështu si vjen. Kur flet nga zemra, nuk ka krahasim pastaj të thuash që është diçka e vogël apo është diçka e madhe. Liri, përveç titujve, çmimeve që ke marrë gjatë gjithë karrierës tënde dhe vlerësimeve, çfarë të ka dhënë tjetër muzika? Më ka dhënë dashamirësinë e njerëzve që është kryesorja. Vetëm atëherë ndihesh e gjallë, ndihesh në aktivitet, dhe më thënë dashamirësia e njerëzve, dhe ato më kanë bërë që unë t'jem deri tani në skenë, sepse i kam do vite që noshta nuk do zgjasi shumë, se gjithë kush vjen një ditë dhe e len. Vitet i mbani kaq bukur, e para. Dhe e dyta skena ju do ende. Ju performoni sa në Shqipëri edhe në diasporë shumë? Kam performu në diasporë shumë, po kohët e fundit më rrallë. Vetëm në koncert, ose ditëlindje, eventet të rëndësishme që ju i përzgjidhni për të shkuar. Edhe këto janë të seleksionume, nuk mundem, edhe për arsye familjare nuk mund të dalë shumë. Çfarë do të thotë për arsye familjare? Po, dikush ngelet vetëm, duhet t'i jesh prezent. Pra duhet të bësh sa artisten, por edhe jetën e përditshme të familjares. Normal, ajo është kryesorja. Kur thua dikush ngelet vetëm, kush ngelet vetëm? Kur largohesh ti që të këndosh? E më shosh ngelet vetëm. Bashkëshorti nuk do që të qëndroj më vetëm tani, të do aty, do që të jeni bashkë, do të ndjej kujdesin tënd. Tash i donë edhe kujdesin, edhe donë... Si ai, si dhe unë, duam një njëri ta kemi në shtëpi. Se... ka të papriturat e veta dhe jeta. Uroj që të ketë vetëm të papriturat të bukura për ju. Amin. Do të rikthehemi sërish në bisedë pas një hapësire publicitare. Faleminderit.